Vlora, fjeri të gjitha ata që jetojnë këtu në Shqipëri, që i kanë thënë punës mirëmëngjes, që luftojnë për ditë, për të bërë më shumë përmes turizmit dhe përmes shërbimeve, jo që nuk diskutohet që duan ato investim, po duan edhe të tjerë dhe unë po ju them kaq, edhe të tjerë investime aq të mëdhenj do t'i sjellim Shqipërisë. Dhe po ju them kaq, shumë shpejt do shikoni dhe jam shumë kurioz se çfarë do thonë për atë. Do shikoni dhe jam shumë kurioz çfarë do thonë. Do t'i sjellim një investim po aq të madh, mbas edhe më të madh në shumë, diku midis Kavajës dhe Durrësit. Dhe do shikojmë çfarë do thonë për atë. Po pse më? Pse çka kanë të tjerët? Pse shqiptarët duhet shohin me zili Greqin, Costa Navarino, tjetra, duhet shohin me zili Kroacin, duhet shohin me zili Malinezi, Malizi që është Safieri. Safieri është Malizi. Safieri është. Në Malizi pagat ku e ku, pensionet ku e ku, jeta ku e ku, biznesi ku e ku, dhe ne dorim edhe do t'i gjojmë, edhe do pranojmë, edhe do t'i përulemi qorra lapajve, lapa qorrave, se ata e duan Shqipërinë për vete.